Neve meshtemi të dashur thash është Burim Qari. Burim, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Burimi përveç se është një ambientalist, është një djalë shumë punëtor, mbi të gjitha në pjesën e verës punon edhe si guid turistike me bicikleta në Shqipëri. Në Shqipni. Po. Tash halos ka fillu sezona. Tash fillojmë, njerë ta pastrojmë. Njerë mi pastru vendin, mas ne shkojmë anej. Burim, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit shumë gjithmonë për hapësina që na jep. Do më thonë ti, s'ka nëve me të kërku falje se që është herë gjithmonë, do më thonë. Se i kam do më zafir që na mi kërku falje. Sot dhe kum prejar vërën për bani se këna najtë shumë. E si apo isha gjumin iq. E përshëndesim Benin shumë. Benin shumë, po. Edhe do më thonë jena kena najtë pak ma tepër. Apo, a? Se jena gëzu, kena aksionin me shtunën. Bërëm, unë në mëngjes si ta hape emisionin, të mirë mëngjes gjithë që kanë najtë qut edhe atyne që kanë lejtë. Kështu që krejt jemi të barabartë, si ata që kanë flejt, si ata që s'kanë flejt. Faleminderit. Hajde gëzuar. Hajde më gëzuar, Burim. Ne jemi sot këtu, zbashku për me folë për ditën që po vjen, po para se dalim aty, kena krejt bashk me dëgju për gjithë ata që nuk e kanë pa ma herët, Burimi nuk e kanë njohë ma herët, na normalisht e kena obligative me i përmendë dhe do gjona që i kena përmendë ashta ma herët, po që njerëzit që na përcjellin në Kosovë në diasporë normalisht duan me dëgju edhe një herë. Burim, po na intereson ideja për iniciativën Një Thes me Veti. Çu shkalin kjo? Tash, unë e ceka që na keni hap hapësirë shumë, e kena përmend shpesh. Po, kemi edhe shikues të dëgjues që ndoshta para të parën do na po. Po, s'po do më cek, domethënë po bën pak tepër, po masi jo qëllimi i mirë. Duhet më bëj. Po. Domethënë ka një 7 vite, në mars janë bërë 7 vite që jemi të pastru, po si shoqat jemi që një 4 vite. Që 4 vite. Po, kena bërë një iniciativë, atëherë u bë shoqat. Për gjithë juve që jeni të na pa, para më Burimi, domethënë edhe pse është vullnetarisht, edhe pse punon bashkë me shok, po thot mos po bëna i tepër ty u kallëzu juve që ju mos më gjujt mbetërinë. Para më tash çaj që do më gjujt një mbetërinë, më thon mos po bëna më një tepër tu gjujt këto. Tash që ty bëdojmë arrit në qëllimin, edhe vetë Një Thes me Veti, kjo logo këtu. Po. Që e vnoj me kënari, kena qep mi pa gjithka se ka kuptimin, domethënë ti vetëm mbetërinat e tuja mos i le. Veç tuja të merrit vlla. Ti aty e pash për shembull. Nuk ka nevojë se këtu bilim kujdeset dikush, edhe na pa kujdesem, po ti mos i la tujat që ku i kanë lënë ta. Po, edhe i pash, po kjo rregullohet. Kan thon vjen Burimi i hek. Ktu ardhen, lejse hek Burimi. Beni ka mangat se banesën e kohë. Lejse vjen Beni i hek. Domethënë është qëllimi mos me lon mbetërinat e tuja, mi marr Një Thes me Veti. Zbraz, edhe kur çosh kalon mirë, i thu faleminderit Zotit të natyrës. Për këto bukuri edhe i marrë mbetërinat e tuja me veti edhe kena me kalu shumë mirë. Unë e kom thonë 100 herë që natyra që na kemi gjetë, nuk është e jona. Na e kemi gjetë natyrën edhe kena obligative milon natyrën. Milon falenderus. Tjetër, me qenë falenderus, po plus asaj, jo me prish për ata gjeneratat e reja mos më pas më natyrë. Po që aty është. Se është e jona kjo, realisht, nuk është e jona. Ty e musafir. Kur gjo me vetes kena me marrë. Musafir. Shqipini pa gjepa është, mishtemi të doshër. Burim, që kjo moto, ka nis Një Thes me Veti ashta si fjalit, i ka dalë dikuj prej gojes, po është po moto e cila ka shumë domethënie. Kënaj rap ka ja kështu timës. Edhe në atë kohë kam qenë me Beharin, Spahis, doktorin, stomatologin që përshëndesim edhe ato. Edhe kemi qenë në Shkugs, të pastru edhe kena fillu Një Thes me Veti, para si me shku në deti. Edhe u dalë kështu mos, u dalë Një Thes me Veti edhe është Shqip, kërësora është Shqip. Shqip, po. Na si pëlqejmë këto. Edhe është e letë. Emnat anglisht e lak, edhe dhe një bo ma interesant, Shqip. Kur ta folim Shqip, ma se muj mi vol anglisht. Jo, ma Shqip e kena gjune bukur edhe Shqip e merr vesh edhe ma mirë. Që kanë pas për para Burim generatat e vjetra, e kanë majt nër shalt biciklës kanë i kjese me veti, gjithmonë. Që e ka pas, atëherë, dujmë i llogarit edhe i sanë luksi u kanë më i vogël, sot është luksi më i madh. Ka pas njerëz ma pak, tash ka ma shumë. Kanë bolla atëherë gabime se ka shti kjerën Mila, e Nernik. E ka lënë që të lëvo, ka lënë kjerë, ma më rëndësi u gonë kjerri, me atë rushin e të me kopa, rabab. Ambulia dhe ato sanët, po nuk ka pas vetëdisim, sot ka vetëdisim, sot ki mundësimi pa,
mes mi bo është e pa kuptim, që sot këtë e din. Veç ka nis, burim, ka nis me... Po, fatmirësisht ka nis do sene shumë të mira, ka nis me ardh ajo qerja. Spaku shka ka ndryshuar, që tash I gjujnë veturinat më shefen, e përpara gjyshin kështu. Po, arben po bani se për përmeni shumë në gjëmë, heke shumë, se bja fshejnë ati. Po. Fshejnë e në ka qupa, dhe bja fshejnë, la. I filim lej që tu me si fshejnë. Ja pe gjuj, bla, gjuj. Po, që tu im për baladone, që thoi. Do më thonë, momenti specifik që ka njës që kjo u konë kur ju keni qenë shkuks me Beharin edhe... Po, unë e Beharin, a moment se në ndromë, do më thonë, nuk është të thonë me dalë, dit je dalë me dikon, kush ka ko, kësoj me marë pjesë. Sa do pak, e ka lujt rolin e vetë. E ta është kena arrit, do më thonë, mëse ne kemi bo aksionet e më dhaja, si shto që kena qëtunen. Kjo është më rëndësi, nëse do më folë për që do. Po, tash dolim aty. Kjo, do më thonë, për të shtunën është interesant se kemi me bas sa mësafirëm. Janë të këforit. Mirë shumë. Po kërësisht janë 3 femna dhe 1 mashkull, janë, do më thonë, Kanat, Zvicër edhe Austri, ta ku marrë vesh. Alas jam taku në me ta, ata dojnë marrë më taku. Edhe njëjtën kohë dojnë me na bo sponsor për një kërë, për një pick-up. Wow. Që është shumë interesant. Po dojnë marrë dhe me na taku, me na ndëgju, me na pa, dhe pse janë njoftun me rrjetet sociale. Po këse herë kemi organizu me shoqatën e peshkatarëve, po. Unë jam edhe pjesa asaj, ne? Po. Edhe dane me dalë, do më thonë se lidha ja me lumin. E njëjtën kohë unë jemi vetëm në Gjakovit certifikum për mirëmbajtjen e peshkut. Kur jam zgjedh prej peshkatarëve të Gjakovës. Mirëmbajtjen e peshkut? Po, mirëmbajtjen e peshkut. Është electric fishing e thojnë. Është interesant, duhesh me ditë sa farë peshq ki, çfarë lloje ki, cila rrezikohen, cila s'rrezikohen e të tjera. Po. Është shkencën vetin. Po kështu që unë jam koni në unë si jam zgjedh prej tyne, na kemi bashkëpunim se që ajo na lidh. Më vonë peshku jeton në ujnat paqja. Definitivisht. Ose na shkojmë te peshk. Po, ajo është në vend vetin. Ti ku di çat i nert e gjana, e ku i çat domethën ka edhe çermidet të asbestit, se këto ti han çat pesh tash, ti direkt ki mu infektu edhe mos mu edhe mos e me mikroplastika me çona ndryshme. Bërim po më intereson atë kujtohet ku keni fillu ma sport, në cilin vend dhe shka ki gjetë që aty? Atë ka me diçka të parën, amo të parën prej të parave? Parën prej të parave ka qenë, do më thonë, vetëm kam qenë atë moment. Po më nëjë kështu publika o fjalla. Po. Edhe që aty në Shkuks ka qenë prap. Edhe është ajo pjesë aty nërpisha shumë bukër. Edhe ka qenë të merë se, shka për derne. Betojna, po. Kështu special që kanë marrë anglisht, këta. Po. Ka qenë Pelena, vëtë. Pelena? Po. Pampersa? Pampersa, unë i dhëmë Pelena, se ajo firmë është. Po, normal. Pampersi, po do më dhëmë Pelena dhe din tonë, që kjo, moderne Pampers ka qenë një mushën dhe ka qenë Shkus. Që aty në to? Do më thonë, kanë ardhë me galu mirë, me thmi sa për lindën, do më thonë, i vogë. I kanë lënë dhe tash nevojë. Gjurëm, sa kanë lindë të i lënë gjurëm të atë kështu gjokon të merë. Që kjo akon ma special, so po më kujtohet që tash. Po. Është për një ma është pak e se të mërshme, se ato e kanë, une nuk, normalisht që nuk jom për me bon dasina gjona, po ato definitivisht e kalon nona ati bebes, nuk e kalon baba. Që aty të merë, se tash të e logarit që shko mi eduku tash. Atë thmija, për merë vërë, se na kena problemi, hare me gjeneratat tona, jena qysh jena si kena përjetu gjithë shka, dhe falen do sana. Po këta të rritë, do më thonë nëse i mësën ti, mitë vegjel, me këto gjana, dhe s'kisha më prit. Blej apartament me kredi në fshatin e Gjelbër me vetëm 5.000 euro pjesëmarrje. Mundësi financimi me BKT Kosova deri në 25 vite, pa hipotek shtesë dhe me norma të favorshme interesi. Përjeton një standard të lartë dhe kushte ideale për një jetë brenda një komuniteti të organizuar dhe hapësire të Gjelbër. Investoni në një jetë më të mirë. Investoni në fshatin e Gjelbër. Do më thonë, një thas i vogël e bën një ndryshim shumë të madh, me ishemi të dashur, që shtash ma herët, po shka i pëngon më njerëz mi marrë një thas me veti, bashkë më intereson bërë. Ka shumë faktor, ka njerëz edhe vjetë turp marra që i thoi mi marrë. I vje marrë, ma se a di kush jam une. Po që ato duhet më konë kjo zingjirë që mi marrë njerëzit
in me bo, do më thonë, nuk je mo cool ti që ndodh, je cool, je in kur ti e man ambientin pas, ato duhet mu hek këto gjana. A vëdim, do kajte për shamë, unë kam kujtohet si sot ata njerëzit se kanë thonë direkt, po ku kem filluar të erë për 7 vjetë, ka pas njerëzit edhe që kanë hamendsu që s'jam okej. A, ka thonë ka prek, Jo veç për mu, po dhe njerëzit që ndalë, po dhe shako ky që për pastran. O te kalua ajo puna, për marrë vash, tash. Jena nap në gjaku pak e s'kina qep, për shembull, a ke kur del me hec natën, thënë smut koka. I pas kanë ndonë analizat keq. E kena kryell ato, po. Bërem, apo mendon që iniciativa një thes me veti, dhe kjo është super respekt për krejt, do më thonë, absolutisht. Mundet mu këthy edhe duhet mu këthy në një kulturë qytetare. Po jo është të pashmangshme, janë do sane. Në ato po, për shembull edhe me shumë knatësi ti e din unë në të qarshia jetoj, të qarshia vjetër. Po. Edhe sidomos pardjeva më duket. Ka qenë edhe një guid turistike që Rudina Lila përshëndes edhe ato që është të japë. Rudinën e përshëndesim. Edhe Arjanin bashkëtortin. Edhe ka qenë me një 120 veta. Ka qenë të ri edhe më duket që kanë qenë nga onë Skandinava dika. Edhe ishë shumë knatësim i poad. Ne ishim plot tavolinat me njerëz, edhe ata tuar. Sigur i ka qenë xhami, se kena në objekte. Kemi 120 objekte që janë për mu vizitu në Gjakov. Jena pasur në shumë. Edhe, do më thonë, përpishohem që jenë tuar turista. Jenë tuar sa ma shumë që turisti është gold money, thojnë, është sendi më i mirë që këtë përfitoj. Fix. Pa shumë marra me në pamë dhe turina. Marrë vesh. Që ajo jo me... Që sa bugër qashin, që sa bugër kjo, po, aj nuk thot njerë, po ku qëka në atje? I met në kryq ajo. I met në kryq e keqe. Që duhem na, o bo, dush mi majtë shpinë pasa, ku të vinë mësafer. Definitivisht. Burim, për më intereson që i folën po që generatat e reja jo na jo kështu, qysh reagojnë fëmit ku t'ju shojnë të pas, se ata janë të pastër, janë qiltër, do më thonë, kur t'ju shojnë të pastru, qysh reagojnë? Ka pas raset, i di që dalë me bicikl këtë kohë. Ka pas raset që ku nalë një shok me kerë, në semafora, edhe ka qenë quni vetë aty ka e ona, jetë po foli unë tash me gramatik. Po. Gjalli vetë, edhe ka qenë drejtarën edhe më ka shajt. Gjalli të ka shajt? Ky mërë shoki. Tha, ati më sham ki bo. Tha, so kam la, tha, gjujta, tha, i dit, tha, ati? Ka gjujta i dish ka pa i. Të honit në i sanë, më ka po, babi, a më ke thonë ti, shtu s'du, lak, tha, tash, të ruj, do më thonë fëmija, tu i thonë babës. Ajo është si o zbivla, qatë shumë ka rrit, pranojnë këto, do më thonë, dush mi japë sanë të mira, po më rrita i mirë. Ta i pranojnë, i regjistrojnë sanë, ka fillu të disimi, po pak du më gutë. Do të mi japë pak gasër. Lumet i kena shkatru shumë edhe. Lumet, e patëm rastin e vërshimeve të fundit që kene pam, do më thonë, ajo ke... Natyra na kthej natyra ato tonat. Na kthej do të kallxon ajo, të kallxon. Ç'to i keni harru te une? Po, ç'or nipash ta bën. Nipash, hem te zak. Hem te zak. Burema ka pas një moment që jeni emocionu për shembull, shumë. E përmendëm Pelenën, po me pas diçka që më thon për shembull, një kauç në majë të shkuksës do ka hup njeri, një fotele. Që ka bajt, dhe që aty o kam interesant. Me kërdënaca, me krejt, ka dy bazë komplet. Natyrë, po. Sa që ki në guz, ki një lavabo, ki që duhet të ki të gatë. Po e ki madanajnë e ki që i thëshin gjej për në të gjive, ki krejt me shole, me krejt të gjanat e ki. Është të merë i madhë, edhe kur kum kuptu që çfarë pagesë është qabrati më është qabrati, na bashkëpunojmë me qabratin, që e falendojmë shumë. Është pagesë simbolike. Që më nanë të lajmërohet dikush në thotën, unë jam ledh i parë, jam ledh i mna, veç më sta gjunë la aty, më sta ngrakon traktorin e nejsan, na e paguim, le të paraqiten, dhe të ju më paraqit, ja bërë një qarë. Po normalisht. Ku me marë dikush me thonë, me kësi iniciative më paraqit, ja paguim. Po që na po folim, për shembull dhe japim si ide, le të lajmërohen njerëzit, anonima, qysh dojnë anaj, sa më bëjmë nëse nuk është trajt, është lirë. Lirë, shumë, është simbolike. Po dhe simbolike dhe mi prish lumet, është marë. Burema, a keni mendu në herë, a keni planifiku në herë për mi zhënu iniciative në qytetet tjera, për shembull? Ose ka një njeri mi dërgu, për shembull? Na kena marrë pjesë në aksione, për shembull stash me 11 që kena nave që na kanë thirrën një stok, po shkaku i çtyne që kanë marrë. O desht mi prej ata në bes,
Edhe me qenë, do më thonë një koqer, mi prit musafert këtu, se me rregullin duhet më shku atje, kena pas aksione shumë të mëdhaja, kena pas tru këto liçenin e Fiezës, liçenin e Komanit Grykën e Rrugovës, Batlavën, ku më shku dhe liçenin e Batlavës mi pas tru. Edhe Batlav. Po, edhe do më thonë... A kanë ndalu mbetërinat tona me të atyne? Manjse, njëjtë është. Njëjtë. Po, dish me ta thonë tash, ma mirë në gjatë terrenin në ngjoj ma mirë këtu dhe pse ngjatë, o Shqipërinë për shembull ngjoj shumë mirë, po një problem është. Po gjetë burimin e mbetërinë të thonë, ku ka dol një bërlloggjiri. Ku ka dol një bërlloggjiri. Mirë mëngjes, po thot Edi, e përshëndes musafirin, po dëshoj shumë për këtë popull mu vedisu. Okej. U po me kerë mas miri, mirë vjerë ka një kesën qaf, mirë o pafshim. Po na thot Alberti dhe na ka dërgu këtë fotografi që Po të paktën kjo është mbledhë me një vanë dhe vinë mbledhë. Po prapë se prapë do këtë ketë se ka forma të mira për shembull. Bëti? Do të më gjetë forma sa më të mira. Për shembull, njëna prej formave është kesja zez, më me hikë të tjera. Mbetërina duhet më kon hishëm, si më thonë. Nëse ku të shkon në vendet perëndimore gjillë, mbetërina di ki hishëm. Mbetërinat e pastra e ki. Po jo më do këtë se ta hub këtë bukurinë e qytetit. Po kjo vjen më vonë. Edhe po thot Ylberi po thot një ndëgjues tjetër po thot përshëndetje Edi Mirë nga Gjakova, ju uroj një ditë mirë. Prit të zot më të mira tuaja, përshëndes musafirin dhe na ka dërguar këtë fotografi prap te Çabrati. Ai prit të zot më të mira tuaja. Nuk ka burim, nuk ka. Më të mirë se na nuk ka. Edhe përshëndetje Edi, mendimi jam është se mungojnë kontat e bërllogit në çdo vend, si në Shkugz ose në Çabrat ose vende malore, edhe na këtu në Gjermani, për të dalim në vende malore, bëjmë grill, ose në shtigje me bicikleta, me shok, amo çdo 1 kilometër i ki kontat e bërllogit. Nga Gjermania, Leo. A mungojnë të na kontat? Mas por edhe përshëndesim, mas i kom jetu dhe vetë në Gjermani, tash na e dim ku ma mirë, e dim që s'muj më krahasu me Gjermani, po muj më afru, e di. Nuk është që i në ka zbeloj makinën me avëll. A për shporta është, kom biseduën me drejtorat, si Çabratit, si drejtorin e drejtorive, edhe pritin marrë shportat. Me shporta ka pas abuzime, dhe më thoni keni pa vetën krejna, ka pas video, ka pas foto që janë, që s'ka kontrola, du unë alas këm pa polis të kalu, du të me kalu di një polis, du të me kalu, se mund me ndodh në i gjo, edhe i kanë kap kontat, edhe i kanë gjujt. I kanë gjujt në i krejna, kena pastu, kena qitë, po plus tu i kanë gjujt. Aja, atëherë nuk i bje që s'ki kanda, i bje që s'ki ka, te problemi maj madhe është te populata, më s'me vnu adres, na krejt i kena fajt, edhe unë i kanë fajt, edhe ti edhe krejt. Kur të fillon me adresa, dhe më thonë, jo ky ka fajt, jo ky që aty fillon problemi. Vene jonë, shtëpia jonë, na du mi majtë. Ka munges në vene, po duhet prap mi te i kalu këtë problem. Ylber Ameti pas ka qenë kë ndëgjues që na ka përshëndet. Edhe Arbeni prej Finlandës. Po thot, burimi e Beni s'kishin pas punë në Finland. I Finlandës. Pa tjetër, i marrë me ne, këshim nis me filozofua. Këshim nis me marrë biologin piktujt mi prunë në Finland aty. Përshëndesim Arbenin nga Finlanda. Megjithatë nuk është ndaj kosto shumë e madhe burim këto shportat. Përshëndetje Zoj. Jo, po duhet që. Aty po them drejtoria e mundet me i vizitu në herë edhe me ndru kur ços bëhet. Që këta kanë për detyrë çfarë për shemb. Asambleista, pra kryetarët, por duhet më dalë në për qytet. Disa dalin, disa zalin. Po, më fol me njerëz, më këshyll dhe më pa vet. Këto prokurime këto zgjasim, nuk është qaq veç i përësit komuna edhe vina ato. Po pra, mandej me shku procedurë. Po janë njerëzit për atë detyrë, do merr vesh. Po duhet edhe mi kritiku pagës, edhe mi mbështet so që ashtu do më thonë. Dhe të japin pak gaz ma tepër, ta shohin ko problemin, të bëjnë punën, si puna me rrugë që në shliruar me këto për shembull. Po, shlirun po. Ka pas edhe problemin se kanë bizneset. Po duhet me i bojnë të rasi për bashkët duhet me i regullu në qashtë. E është të rëndësishme ambienti. Ade, kanë mujtë edhe me leju pak, s'me fillu me dënime me kësi, po prap se prap është sanë që du mi kryna. E tash kena me dalë të kjo fotografi burim që është organizuar nga Shata një thes me veti dhe SHPRS Ereniku. 19 prill, ora 12, lumi Erenik
dhe Gusk. E kom qitë edhe Qabrati, është të dy logo Qabrati. logo e Qabrati Tri, nën. ose pa Qabrati s'muj me bogu, Pa është të tjetër. trejta. Do t'jeni të gjithë të mirësoardhur të na bashkoni në një aksion pastrimi, organizuar nga shoqata Anitas me veti, SHPRS Erniku dhe Qabrati. Që këtë është ndalja atje, ky postera, shami thonë, poster. i cili bën thirrje me ngjyrë gjelbërt, normalisht, e cila simbolizon ambientin, gjelbrimin dhe këto thost, këto mjethes me veti. Folim tash pakës ma saktësisht për iniciativën e të shtunës. Po, shumë një. Edhe, do më thonë, shtunën, prej orës 12 fillojmë. Jena në bashkëpunim, do më thonë, me SHPRS Ernikun, peshkatar ta. Kjo SHPRS Erniku është O shoqata peshkatarë. E peshkatarëve, Po, po. që ti duhesh me, Patjetër. edhe nëse do më dalë me zonë peshk, duhesh me pas lejet peshkimi. normal. Edhe dush mio përmbajt rregullave të peshkimit. Patjetër. S'bën më dal me myt peshk. Regla ka për gjithçka, duhesh më përmbajt regla, për me dash me pas edhe nesër edhe mas nesër edhe gjenerata tjerë. Kështu që jemi na, jemi SHPRS Erniku, edhe Qabrati. Qabrati që vjen po rasteve të kaluna Qabrati i kam ledh, po tani janë paraqit edhe për në jap kese, do më thonë thas. Thos me ju pru si... ato kushtojnë. Normalisht. Do të mi llogariti gjë që çdo san kushton. Normalisht. Stiksat blehen dorzat. Do të më hongër me pi. Na i mosk, na i diçka se mundet dhe me pas janë kosto, infekcione. që i falenderojmë shumë, ne kom pas dje i rast, prom ka ardhur një musafir që jeton këtu tash, po ka jetu në Zvicër, edhe nuk jena njo, për në ka ban rrjetet sociale dhe më ka jap dot holla për aksionin. Do më Shumë thonë, mirë, kjo është bravo. shumë e mirë. Kena një shok që është në Prishtinë, që punon për një firmë caktune, na ka nda pije, më thonë, ai vje shumë rrallë në gjako, po e ka zemrën këtu. Po, normal. Më thonë është që Ka kjo nda farë buxhet bashkëpunimi. për Kështu me që ti, po. jena afru, e këtë rast i ka pas shoqata peshkatarëve dorza këto mi pagu, do më thonë. Të shtunën apo nesër. Po, të domethënë. shtunën i bje nesër. Nesër. Ata bëjmë që për na dëgjojnë. Po, Qysh mujnë me u bë pjesë ata të cilë për na ndjekin për na po, dëgjojnë na qysh mujnë me u bë te pjesë. dhe që jemi në rrjetet Do të vesh duhet sociale. me ardh aty. Kush Do do të të marrë ose mujnë me shkruan postimet tona. Paisje ta mi marr ata me Jo, vetja s'ka janë aty. nevojë, se S'keni jena nevojë domethënë përgatitur. zero, paisje veç Kush trupin. që e ka dorës ne. Kush i ka dorsat e veta, Jo, ata po do kësi, dorës në jatë Ah, vetë, kësi që kështu s'do trak, mi trak. ndrua, ajo është Po. e mirë, sa qëra, qëllimi jam është mi kap me dorë, nuk ka nevojë mi kap me dorë, se jo gjarpi, jo ku ta diuna, sa mund më preja, në son kështu që i ka, to s'ki nevojë as më gërbav, janë atë sofistikuar, ne kena marrë dorën mirë, kështu që mujnë më paraqit edhe në rrjetet sociale, edhe marr direkt aty. edhe marrë direkt. Lokacioni ke Erniku Gusk. Te pishina atje, është me rrugë me këtë me infrastrukturë. Domethënë te Vorrezat E kalon Varrezat, hyrjen kryesore, këdajne, do më thonë të majtë. Po, dhe Hyrja vazhdon. kryesore vazhdon drejt dhe s'ki ku mik, aty është më së nej. E shen stafin e Është ekipit. ura, është ajo, do më thonë. Është një hapësinë shumë e madhe, ka parking, ka gjitha, edhe na pretendojmë që kena mi bua atë vend si pik për mirë. Po shpresoj edhe nuk Ajo, pushoj prej ata. asaj mas ne kena vërdu se kena lumë sa dush, na, edhe lumej. Drinoni Kështu që- po thot përshëndetje Edi Mir. E përshëndes musafirin. mirë. Edi keq mune. E përshëndes po thot musafirin, e përgëzoj për punën që e bën si grup. Shumë gjë e mirë për qytetin ton, lum na që i kemi. E dëgjum për krejt që i hudhin veturinat, kardinacin. Po thot ma e madhe o kon kur fëmijët e shkollës fillore që i kanë hum librat në lumin Krena, mas përfundimit vitit shkollor që ka ndodhur para disa muajve. Edhe njerë për musafirin respekt për ju, shneta ju punaf. Fëmijët ku shkolla i kanë gjujt librat, ha? Kjo është, do më thonë, kjo u ka shembull kështu shumë, faktikisht, kjo të regon shumë tash. Po, s'pëdoj më Kjo marrë. arona shumë. Unë e ku marrë, do më thonë, mos më marrë me gjana, se me vnu gisht, do më thonë, këtë kohën më nësh më najtë, po ta gjejmë zgjidhjen, bashkëpunojmë ta gjejmë zgjidhjen, ka shumë cana, do më thonë, të këqia, vepra të këqia, po duhet me mlu me të mira. Ata kanë qenë fëmijë, Po, gjithsesi e falenderojmë shumë. Urojmë mos gabojnë mo, po ma një gabim të madh që kena pas në këtu që na kanë dërgu një dëgjues shikuesi joni, mik joni, kur shkolla ka bërë renovim, njëna prej shkollave dhe dyrt tash i ka hekë dhe i ka gjujt, dyrt e gjanat e shkollës. Ajo domethënë u kon
pak marron. Se aty mësim dhënësat kanë po direkt drejtori. Që tu tash kena na problemin kryesisht si shqiptar. Mu më interesojnë shqiptarët, edhe kom dashni edhe për popujt të tjerë, për miq që kena po nisën për shqiptar ose jena shqiptar. E kanë problemin që vetëm shpinë e llogarisin, shpinë e vetë llogarisin si pronë të vetën edhe mas shtëpisë nuk lodhen, edhe kjo tregon edhe për shkollë. Domethënë objekti, ç'a ndodh jashtë, ajo jashtë më interesant. Dhe që kena shumë njerëz që kena përmendur edhe herë që jo më kanë kthy për Gjermanisë, për bëhet që thoshin pse ajo plaka aty. Po, ajo plaka ka fryshajen box bam se jo s'kom bë kur gjë. Jo, dalën disko ti billa ajo thamë ka thonë se jam interesuar për ty, ky bën nervoz, ka pika u ardhën shtëpi ka fryshajen box bam. Rraba ajo plaka. Pi boxit viçë ka pa vetën Slatin. Policaj. Asë ka ditë ti vja çfarë ndodh. Me beks në dorë Slatin. As duke ka ditë krimi u kontra se ka marrë vesh se pse e kanë kry. Ka raste shumë kësi. Po do të më thonë që duhet mi llogaritë edhe çka pam trotuari këtën tonat. Jo vetë shtëpia. Do më thonë të kjo iniciativa për nesër, për kthehemi veç edhe pak. Po, do unë do të këta antarët e KFOR-it, që tha janë këta në për nesër, apo? Po nesër. Do thot nesër do të jenë pjesëmarrës edhe një delegacion i KFOR. Po janë 4-5 veta janë, që janë tuna porcell krejt sidomos tash. Masi përmend atë KFOR-it. Po. Njëna prej tyre është, po, Elizabeth, e ka emrin, e përshëndes shumë, e falenderoj shumë. Ajo është në sektorin e gjinis, tash për du më dalë lidhë. Kena një problem të madhe kena, që për ambient, kryesisht janë marshi. Kryesisht marshi? Po, famna do më thonë gjinia femnore, kur lypin drejtat barabar, dhe nuk llogarisin edhe ambientin barabar. Kisha pas qef, mu aktivizu, edhe famna. Së pas ka shkumene për një marë që shtu ku ka? Po, është problem, se tash edhe kur ka t'interesune, që jenë të pakta, po, hezitojnë më ardhë, edhe pëse aty s'mund më ndodha si gjos, ka shranë më ndodha si. Po hezitojnë gënë këtë marshqe aty, po marrë du të më qenë një farë barës peshës, po thomë sa marshqe, po me fillu më ardhë dhe mi kuptu që ambienti është edhe. E kjo Elizabeth është femën edhe shumë mirë që pa din. Ajo bën shumë, ajo del e vrapon, del në përmale, në promovon, bën shumë punë të mira për vendin tonë, që shumica nuk i dinë, tu që shumë e falenderoj, edhe ajo për vjetë është me pastru, edhe është nuk është e drejtë. Me ardhë një Austriake, ajo është Austriake, edhe Kanadez, më ardhë me ta pastru t'i gusken, ndërkohë që ti e t'u pi kafe, edhe t'u këqyrë thajtë. Po. Mërvesh, duhet me marru kjo punë, duhet ka dualit me fillu, nuk pastruat ambientin në për hotele, drejka, darka, jo, kina mi bo këto, kina mi bo ata, fitu që t'prejke këmë bo këto, jo, duhet me dalë në fush. Duhet me dalë në fushën në... Po krejt duhet me dalë, po, që të në shvidzojmë, të në duhet me dalë, marë që i femna, pleq, krejt. Sa s'gjatë bërëm, nesër sa me s'gjatë... Na për të ndojmë që kena me kry, ajo nuk është ti me pastru, problemi maj madhe është që kena pas që ato vërshime, edhe keq, që janë në gjitë krejt. Keset, po që ajo do shumë problema. Ajo problema më. Jo, ka pas provu i arpeni, se mita të pranet, e ka pas provu me do dana, me do sana, Problem se edhe ku mi qita ato mas një. Jo, po s'hegen ato se jenë hi aty, s'ki mini baget shumë problem është. Ajo natyra ja ban përc. Nëse s'gjun mo, vishë, nëse e më lënë këtë kohën, a ki pa që i qesin ato shembojt në për det për shembull, ku del breshka me gumë në istan që ju ka zonë këtu e ka i kujtën gumë, edhe ka fillu më rrit, më deformu, kështu kina mi bo edhe na, edhe kafshte, sanet, mikroplastikat kam në i gjithë ka. Veç jemi luk, po prap natyra di më regeneru me nimen tonë, nëse na animoj mirë, nëse s'nimojmë atërë, nuk e dojmë lakit vana dhe pa që sopë. Kalla jam i bo Shqiponin, po duhet mi majtë Shqiponin, jo mi bo. Se Shqiponin veç është... E kanë bo Shqiponin, shokë tonë, e kanë bo, kanë japë për Shqiponin, i kanë japë këtë samë, dhe tash na kena punë tjera. Po me intereson... Mos pa bërtas shumë. Ja, miremi. Nanale, sa në emocione, po. Qaj donacion, qaj pick-up, a ju vjen nesër, apo... Jo, me pick-up e kena një farë problem, se duhet mi gjetë një autosalon, nuk po është letë, e ato procedurat, po unë e llogarisë ato që e kena. Normalisht, ajo gjinet për pak dit. Me paret kanadezve, më ardh dikush edhe me të javë dhe më thonë gjekje dhe se ta blejmë shumë Masi jemi në fund të emisionit, se veç u kry minutazha, po më intereson nëse secili prej nesh
nëse secili banor i këtij qytetit, apo secili, kur thon secili, kuptohet. E merr një thes me veti. Qysh kish mu dok vendi jon mas një viti? Qysh e bojnë me AI-a, dhe si i bojnë do vene. Që Do më s'ki nëse mi bo me secili AI. njeri e merr, Po, nuk kish më na vyt AI për mi bo. kujgjësh, do më thonë është problem i letë më zgjidh. Do të më vëdisem se kryet me njëherë kryet edhe kaj. Masa ne kena mas do vjetë dhe kena më bo ekspozita që shukon. Dhe edhe kena më thonë që më ose kanë më thonë ato gjeneratës që kanë bo me këta, vidi. Tuk i rënua, vidin? Fix. Se S'kan mas mi ne mo kuptu. nuk po është zërmi. Nuk kam i kuptu. Për parësia jona edhe se ena rrugës marë. Jena kena më kuon pjesë e bashkimit Evropian, e ki standard. Nuk i ki, e ki detyrë që duhesh me kry. Fix. Shqipnina, manin man të shukon Shqipnia, Shqipnia ka pas problema, është shumë ma mirë. Shumë ma mirë është Shqipnia. Fix. Kërësisht jugi, kanë pas edhe ata probleme, po, do më thonë, duhem gjithë mes milion mbetërinat e veta. Ato vet nuk heken. Do më thonë, veç mos i lat tujat, edhe nëse ka mbetërinat, ti mos i lat tujat, merrit tujat edhe jena okej. Unë e bërim të falenderoj shumë që ke këtu edhe të falenderoj shumë për këtë këto që i bën për vendin tonë iniciativë e mirë, shumë respekt, duar trokitje, çka më thon këtë mirat. Fole edhe ma herë. Fola edhe ma S'pa herë. nevojë unë më volit se më prezentove shumë mirë. Që na jena që tu, të falenderoj juve shumë, edhe janë të mirë së ardhur, nesër kush do më ardhë janë mirë së ardhur. Sa ma shumë njerë, sa ma shumë gjinit njëjta, Po. është shumë ma mirë se dalin para botës shumë ma mirë. Faleminderit shumë Burim. Faleminderit shumë, mirë pafshim Faleminderit nesër. edhe juve t'jema. Duke i falendruar të gjithë ata që ishin me neve, i shpenzun orët e rëndësishme të vetat për neve, ne i përshëndesim i falenderojmë partner ton Neptun Kosova, fshati Gjelbert, hoteli 12 Neoplast, A&M Megastore dhe ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli, të gjithëve ju përshëndesim. E kemi edhe ne Artan Kulludra dhe një përshëndetje të fundit, përshëndetje nga Pulsti dhe respekt për punën vullnetare dhe shpresoj që kështu pa mbetërina të shikojmë natyrën. Na ka dërguar një video pa mbetërina, ta shohim videon. Shpresojmë edhe na që të bëhet edhe natyra jon, kështu të sikur e juja. Respekt Artan. Asnjë letër në tokë, asnjë letër e vogël. Edhe njerë duke ju falendruar të gjithëve që ishit me neve, patët kohë dhe mundësi, unë ju uroj një vikend fenomenal. Miropafshim miqtë mi të dashur, të honën me gjana shumë të bukura e me gjana shumë të mira. Ju don shumë Edi Keq. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Keqbe. Hey. Mirëmëngjes. Shkoj dita. Jeci dita. Kush e pat mele me bodi shka boni. Kush e pat maroj. Ajde, kejt më qupi gjumit. Nusi keq. Ama mirë këtu, a atje.